sociale në jetën tonë ose në një çift sot? Po, ndjeshëm ndikojnë sepse është çështje me të cilën ne faktikisht tash edhe jetojmë edhe punojmë me to, po në aspektin gazetares kur mund të flas, është që shumicën e rasteve kur raportohen rastet e dhunës në familje, padyshim që shkëndiza fillon prej rrjeteve sociale në çifte dhe ajo është domethënë një prej burimeve ku fillon edhe dhuna në familje, sepse tash edhe bashkëjetesa cilësohet si çështje e familjes, edhe kur raportohen rastet e dhunës në familje, themi se ose cilësohet nga policia si dhunë familje. E kur hym nga burimet jo zyrtare, e kuptojnë që pothuaj se gati gjithçka shpesh ka filluar nga çështja e përdorimeve të rrjeteve sociale. Siç u përmend edhe më herët, pse ja bëre like, çka i ki këto, hyn domethënë i porosiet në sepse edhe çifti si çift e ka bashkëtesën e vet, por e ka edhe privatësinë antari i çiftit në këtë rast, burri edhe gruaja ose i dashuri ose e dashura, edhe këtu domethënë në shumicën e rasteve fillon ose ja merr telefonin etj. Sepse çështja e privatësisë, siç e përmenda, unë edhe nusja ime po e them, çështja e diskutimeve mes dy shoqeve fillon këtu domethënë me u përzi edhe partneri, edhe pse kjo bisedë, pse kështu, edhe domethënë çështjet e rrjeteve sociale, padyshim një prej shkaktarëve të këtyre lidhjeve. Por në anën tjetër, unë mendoj që ne duhet jemi real, edhe ajo që paraqitet në rrjetet sociale në jetën tona duhet jetë çështje reale, sepse shumicën e rasteve në rrjetet sociale shohim të kundërtën e asaj çka dëgjojmë në çështje familjare. Po e zojmë aty në familje, në thojza, ecë kushtues puna, ndërsa në rrjetet sociale paraqiten s'ka më të dashur sa ata. Kështu që çështja e rrjeteve sociale është mirë me u paraqitë edhe në jetën reale, sepse ajo që po e shohim në rrjetin social shumë shpesh po ndikon te një jetë tjetër edhe dikush ka qef me pas jetën si tame, ndërsa unë e paraqes ato të kundërtën asaj që jetoj. Kjo është për sa i përket fillimit.